Janë bërë sot 26 vjet nga tragedia në familjen Çerkezi, ku nënës Ferdonie, forcat serbe i rrëmbyen ëndrat dhe dëshirat, bashkë me bashkëshortin dhe 4 djemtë e saj, duke mos lënë anash edhe 6 djemë e burra të tjerë, që ishin në shtëpinë e familjes Çerkezi. Nëna Ferdonie e kujton me shumë emocion momentin kur policët serb hynë në shtëpinë e familjes Çerkezi. Kur bote o atregjis apet një ti policjarën, në zëpën poshtë, në murën dhe identifikimit, veç të mundit dhe të qikat e vogla që i patëm aty. Nuk patëm, i majtë një orë gjysë, në i këthy, mësë shë, që kë me amin Dragan i tha artar mjek, kjerin pi gaurë se ju pas kjerin. Kadet. E heki, në ashtunin për drëmë, dhe të në kanë thonë policia, mi ojtjuve se në vyni neve. Nëna Ferdonie tregon edhe momentin kur forcat serbe ju thanë burrave djemve të familjes të dalin jashtë, duke u kthyer pas sa kohësh. Tha me stotërimi jemi, po djali s'kënde i gjaja pak që i kemi vëtë, edhe dolen këta, ishë dolen këta linë që këtë Dragani, pëtër ca, sa i mërë të ca kërani, po ca i tha shot që kënë hadhe me ne. Do thonë halimi, si s'kënde edhe gjaja ndalë mas fari. I kanë marë. Masë në shinë e nalë, i kanë ndalë atë, i kanë numë maskat, edhe i kanë thirë me eme. I kanë thirë aftar në me ndalë dhjanë. Shprendi, fatosi, vigimi, shpirtimi, unë e mund një pataratë. Për nërë me hinë pasaletar dhe vojë, o konsi, bosin kajlet ka uqi, për qepi gjumë se mund e qusë policia. Edhe ata morën, dolen, u këthu nga për të lëpshin. Mashi. Edhe nuk ka mu, dolen, u këthu. Një ditë pas tragjedisë, nëna Ferdonie bashkë me 2 nuset e saj u kthyen në shtëpi, por nuk gjetën asnjë gjurmë. Kërkuan në çdo vend, nuk gjetën asgjë. Bashkë me babain e njërit prej të rinjve që forcat serbe i kishin marrë atë ditë, pyetën se ku janë më të dashurit e tyre. Nesi një ku marrë 2 nuset, ja marrë dhe shpimë më këqyë më s'ka, po s'kimi gjithë kur farë gjumë që i ka rratë dhe më thonë. Edhe, kështu që, masë një ku marrë 2 nuset e shku të vlau, unë me në sajtin, unë e vlasin me gjallë kimi a karë. A mi shku në policia, a mi shku kamas, nuk kemi gjithë gjohë. Unë edhe baba i vigimit i mi shku të shpit Draganit në 7 maj, aty, me vetë ka i ka qukë kur i mi shku në aty, i thot Kasimi, tha shtë që ka marrë hadimi Allah, tha po unë i ku marrë, i ku qutin policie, po, shka ka bo unë nuk di më të vej. Prej asaj dite, e deri në vitin 2003, asgjë nuk është ditur për fatin e burrave e djemve që u rrëmbyen në shtëpinë e familjes Çerkezi e pastaj u ekzekutuan. Deri më tash, eshtrat e 2 djemve të nënës Ferdonie janë gjetur, teksa fati i bashkëshortit dhe 2 djemve të tjerë vazhdon të mbetet peng.